Projekti i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë i financuar nga Banka Gjermane KfW ka prekur dhe lungomaren si të vetmen zonë deri më tani të padëmtuar. Firma azerbaxhanase Akelik po çan shëtitore në pjesën e trotuareve duke shkatruar një prej zonave më të rëndësishme të qytetit të Vlorës. Çarja e segmentit po bëhet me anë të sondave shpuese të cilat fusin tubat e ujit të pishëm me materiale plastike që janë furnizuar me ujë. Por pavarësisht se operohet në një tjetër mënyrë nga qyteti, sërish dëmtimet që i shkaktojnë shëtitores së Vlorës janë të mëdha. Pas përfundimit të një pjese të punimeve, Blu Televizion ka parë nga afër situatën ku është konstatuar një dëmtim tejpërtej i vendkalimit të këmbësorëve. Banorët e zonës, por dhe ata që frekuentojnë qytetoren e shohin si një rast të paprecedent. Është e pashpjegueshme sipas tyre që në Vlorë edhe një projekt i ndërtuar vitet e fundit realizohet pa sistemin e ujit të pishëm apo rrjet të cunguar të kanalizimeve. Ata thonë se kjo situatë sjell dëmtim të projektit, i cili nuk do të jetë më asnjëherë në gjendjen optimale. Fajsor, çdo gjë në rregull, me gjelbërim, me detin fantastik. Ka filluar. Atje ku jam për treguar, patjetër që duhet vendos. E çfarë gjithmonë ka çarje. Në çdo lagje që shikosh, në këtë pikë nuk jam dakord. Po? Duhet të jetë më me rregull. Duhet të vendosim me rregull një lagje, jo të bëhet konfuz në gjithë Vlorën siç është bërë. Patjetër. Po ku e ke? Unë tani kam marrë lusem. Amerika është, ka shumë rregull. Atje bie bora, vjen me njëherë të aq. Nuk e di. Nuk do se duhet kthehet. Nuk ka shpresë kam, nuk mund të them 100%, po sepse gjithnjë mendojmë që çdo gjë duhet të rregullohet, se s'bën. Ne ta shohim Vlorën ashtu siç ka qenë. Pavarësisht se koha ka pasur vetëm mira dhe të tjera atij sistemi. Temi çarjen e shëtitores. Ja, ke këtu apo edhe aty më poshtë. Si e vlerëson? Thjesht e mi mendim, jo. Normale jo vlerëson. Jo, tani që është periudha, domethënë që ka dhe shumë vizitor. Mirë është të bëjnë, se një të do bëjnë ato. Po djeta, këto punimet ku fillojnë të bëjnë që në fillim. Jo pasi shtrojnë rrugët e asfaltojnë, pastaj kujtojmë i prapi hapim. Mirë është të bëjnë që në fillim. Po nuk se funksionon që e din ata që janë lartë. Gjërat ato që janë që bëjnë, mendoj unë, do bëjnë fillimisht punimet që janë poshtë, pastaj do bëjnë asfaltimet e këto. Me sa mbaj mund të si vlonjate që janë, rrugët janë prishur disa herë. Pastaj vërtet dakord hapen rrugët i bëjnë këto kanalizime. Po i keni parë si kanë mbetur broka skalon nuk makina, nuk kthehet në normalitet. Qahet lungomarja, shohim pas shpinës tënde kanalet e hapura në mesin e shëtitores. Më falni që unë nuk jap mendim. Jo se kam frikë, po jam lodhur. Shëndodh, ka korrupsion. Po mirë, këtë çarje asgjë s'bëhet me ligj. Të gjitha bëhen pa ligj. Si të fitojnë të pak ata që janë të qeverisë, që janë të pushtetit dhe të tjerët le të ngordhin. Ka kaq muaj këtu atë është një punë që mund të mbaronte për një javë. Megjithatë i kemi thënë, si do t'i marrin tenderet njerëzit. Në rregull? Po do bëhet mrekulli, do na vi ujë, këtu ku është shkretëtiri që s'ka pat ujë ndonjëherë. Jo, nuk çuditemi ne të moshuarit, sepse e kemi parë kur u bë lungomarja, çfarë punime u bën dhe nuk themi që është ndonjë diçka e papritur, biles është vonuar shumë që të rihapet. Jo, ka pat aq sa nuk mjaftoni. Dhe kështu që tani, sepse ne çdo vit nuk rrim dot pa bërë një investim. Patjetër, ne presim shumë gjëra në ndërtim, se edhe unë ndërtues jam. Po? Ujë të pishëm, energjisë elektrike, internetit, ujrave të bardha të shiut, ujrave të zeza, pra fillon ndërtimi. Tek ne bëhet e kundërt. Projekti realizuar në Vlorë për ujësillësinë e ri ka prekur tashmë çdo zonë të qytetit duke dëmtuar ndjeshën infrastrukturën rrugore. E vetmja zonë e paprekur deri më tani ishte lungomare, e cila me sa duket nuk do t'i shpëtojë shkatrimit.